di që pash aty te klipi thash jo, s'ka shans, nuk doja leja asnjënit këtë lloj gjoje. Pastaj të nesërmen që vinte Zhaku më thonte pse s'ja thu Henri që se ke qef, që se mesha vesh se pse duhet futet një person i tretë, që mund vit më tregoj çat bëu me një person përballë. Unë Henrit ja leja ta kuptonte vetë, o vlla, që s'kam qef. Se u vinte Henri, më ulte këtu, ndrya 5 minuta u çoja, leja vetëm. Për ta lënë me kuptu që nuk të kam qef, të kam folë sepse isha i parë. Ose për mos me i dhënë shumë, se kjo që ke bërë ti është dhe një pjesë që ke dash me e mbrojt Henrin. Sepse në rast se ti jep pritshmëri atij tjetrit me një konfidencë të tepërt ose me një qëndrim të kohës bashkët së bashku, ti mund t'jepi të kuptoje që edhe ti mund t'kishe një interes bashkë, mbrapsh. Kështu që ti me tëndën e ke mbrojtur. Po. Edhe pastaj që të thash që Neta i moment në darë këtu jashtë me Henri, jo se Neta po erdhi, që po pija cigare dhe po më pyeste që pse s'më shef në sy, më thote. Nuk i shoh njerëzit që si kam qef në sy, thash. Ja thash troq. Edhe nuk desha me majt mos se nuk po. Tha ti po s'ja thoje troq se kuptonte. Qeshi, po mirë thash më shif për respekt. Dhe ishte para shpërim momenti thash nuk kam qef asnjëri këtu mëna dhe s'do kem mas si lloj robi këtu mëna qef. Thjesht ngeli, vazhdoi piu cigaren dhe iku. Dhe unë iga, ja futa gjumë. Edhe di që bonja atë vizatimin që më ka ardhur, domethënë majt hunës. Që unë mërzita goxha për atë vizatimin dhe e përmend edhe në Prime se edhe boni shumë mirë që përmendje se mund kishte dalë nga menja se nga që po enjoya që po thonte jo po doli e lidhme ndërkohë që ai kishte pas vetë një situatë jashtë që kishte lënë gjys. Edhe vjen dhe më bjen mu, kështu më thon se më shpat që po pra se vajzat nga publiku janë më të ndëshkueshme moralisht. Kritikohen të para dhe analizohen të para, edhe për plus që ti në një moshë të re, më kupton, ke akoma më tepër mundësi gabimi nga ana e publikut, do kuptimin gjykohet, është më e thjeshtë për të gjykuar një vajzë e re që i rrëshket këmba, më kupton? Edhe ai e di shumë mirë, se ai është 28-29 vjeç, më kupton? Kjo nuk është e bukur. Sepse ne kemi pasur edhe ne vim edhe çik para gjykues nga fakti Vanesës, më kupton? Sepse që gjykoi faktin e ndarjes nga partneri i parë që kishte lidhjen me Indrin, faktin e Gjove si e përmendni edhe këtë pjesën që bëni që mos po na del ti si Vanesa që jashtë ke dikë dhe këtu lidhesh me kënd tjetër, thash jo zemra jo. Nga unë mos e prit atë lloj gjoje, unë po e thash që kam diçka jashtë, mbaj atë fjalë. Nga ana tjetër Vanesa ishte ndarë. Kupto? Vanesa ishte ndarë. Po se më se e kam pa atë Prime-in, se e kam pa gjithë. Është ndarë dhe pastaj ka filluar njohje me Indinin. Kështu që ti po bën pjesë figurën e një vajze e cila ka marrë përgjegjësitë e zgjedhjeve të saja. Më kupton sa anakronologjik është, do të thonë që Këta fjalë taç thella në herë. Do të thonë që i përket një kohe të shkuar tashmë, që është i logoruar, që është e prishur, që është jo funksionale. Sepse ti nuk mund të jetosh me parimet e 2026-ës dhe të marrësh për bazë një moral që ekzistonte në 1950-ën, sepse kanë ecur gjërat. Në rast se ti quan vetëm konservator, i bie që duhet sillesh dhe vetë si atill. Po ti deri tani nuk na ke treguar të njëjtën gjë. Ose të paktën, prandaj unë kur bë ndarja përmes kafshëve e quajta der, por në kuptimin kokder, sepse është një person i cili ka parime të tjera dhe ai sukseset dhe të bëjë çfarë doj, sepse duhen edhe njerëzit kështu, por se dhe shumë liberalizëm nuk është se na ka çu kërkun, por që me femrat kishte ca problema, ashtu siç ka dhe Bujar, që mua nuk më pëlqejnë fare. Dhe duket kur tentojnë të marrin dikë për fund për të treguar sa të moralshëm janë vetë, edhe sa të pamoralshëm janë femrat, se femrat vajzat janë shumë të paragjykuara për këtë. Më kupton në mënyra si bishen, si hajnë, si flasin, se në një moment caktuar ajo tha edhe në një moment caktuar çfarë tha, sepse kjo ja la ta kuptoj. Po pse një vajzë që do të ketë një njohje ose me një djalë i bie që patjetër duhet të ketë interes dhe patjetër duhet të ketë me patjetër një shkallë të dytë, unë dua vetëm të njoh për shembull. E shoh që nuk je okay, i tërhiqem. Jo, ti e njofte, ti i dhe mundësinë ai tani. Ti marrë të dur gjatë, se kuptova, pse. Prandaj duhet të jesh shumë e kujdesshëm, unë kam thënë që ditën 1. Sepse është 1 sekond, edhe të ngel pastaj për gjithë jetën.
Po ti je shumë e kujdesshme në kjo anë, kështu që më bëhet shumë qefi që me këm tokë. E me kokën mbi shpatlla. Kur nuk i kupton fjalët që them, thuj ndalose, unë gjena 18 sinonime të tjera. Të kuptoj. Po që ka i farveni kë? Po pra, një që e gjete këtë spotin njëri. Këtu e kemi gjetë, atë ditë, s'është ideja ime, kur ka qenë Indri kryeministër, edhe kishte gjurin të sapo dëmtuar, dhe ne këto janë lule dielli, na u desh t'i shkulnim gjysmat e rënjëve që gjak ishin dalur, pra këtu e 2 javë më përpara, 3 javë më përpara, 2 javë më përpara, dhe t'i rimbillnim në pozicionit të tjera random. Mix. Jemi lodh pa fund, edhe ai ishte ullur këtu në hije se nuk lëvizte dot. E thash, po që ka vend ala me të venja ai? Edhe ky papagalli këtu, e pash ditën e parë, thash pse s'lëviz? E pash. To kanë qenë miellet që ka bërë duket Dona, Sara, Soni, që mbollën lule diellit, kurse ne ishim me kazma normalisht. Atje na brapa duke mbill misrin, edhe kastravecat. Po kastravecat janë marrë Indri, Pujaka dhe më duket Klodi. Kurse unë kam qenë me Ilirin, se ma i men, po sa kem na gërbu tokën këtu o Perëndi. Nuk e di do me dhe. Sa kena punu këtu, thuj s'kena punu jashtë. Ja, për punu jashtë kemi punu, po jo me... Me lopata, me gjona, pa e pra e normal. Edhe punë fizike kemi bë, po lopatat në dorë, vallaj kur si kësha pa. Po që di kam me bë. Di kam me bë, po ajo ka qenë njëna më të bukrat, ato shpisat atje. Ajo kuqa është e jona. Po, e di ma ke thonë. Është me bukra. Binte shi e shumë atë ditë. E na sollën vetëm ca se i mini trapan. Jo, nuk ishin trapani shumë për të prerë drurin. Edhe kështu... Ka e gjetë 2 vezë? Qekiqe dhe gozhda. E fillum aty në shi duke prere, duke bërë, pastaj e ndërtuam, ditën tjetër pastaj ngjyros, 2 ditë më vonë e ngjyrosëm. Që naftë që janë bo. E s'na ka ngel, po besoj se një është për lepurushat, një për pulat, një për gjela deti, kështu që në rast se thonë që ka gjela deti, do me thënë që do pa isemi me gjela deti. Qa s'kena bë? Po mua më pëlqen, njëna gjërat më të bukura që më pëlqen, ka qenë kjo e kur haruam, kush kishte detyrën haroj ta ushqen të Kecin në kohë, dhe u smur Keci, sa po kishte lindur. Edhe për ta kujtuar që arsyeja për cilën jemi në stallë është për të shërbyer kafshëve etj. Sa herë që duhet pinim edhe ujë. Sa herë që duhet pinim edhe kafe, edhe Shkonit atje? atje. Edhe kishim vënë tavolinën, por dy dashifte këto vanilja edhe viçi, dy dashifnin. Do të kishim eye contact, kështu që kishim ngret një strukturë, po kishim edhe 2 mullar, pastaj pse ndërtuam te mullar. Edhe ishim mrapa këtyre 2 bullarëve që kishim ndërtuar. Ua! Erdhën të dyja mbi kokë njëkohësisht, po. Edhe në rast ishte fotografi, ishte kapile me 2, përbe. Edhe hanim dhe pinim, po imagjino tani, që është mëngjes, që e kështu, merr kafen dhe shkosh te lopa për me pije, kupton kafe. Sa bukur, unë jam kënaqur shumë, e doja shumë atë. Edhe në rast se Agai do më dëgjoj, na jep ndonjë gjë tjetër që të vazhdojmë, në provë rezistence që të vazhdojmë trimin çikte, se më pëlqen më tepër. Gjatë mandatit tim, po patut mundësi. Sa ty është ajo që mban kashtën që bën çekije, por zemra, për Zotin, e pastaj në halli, se dhe atëherë kemi pas konflikte sa duash, në halli aty s'kishe çfarë të bëja, kupton? Se në rast se ulesh për të ngër bukë atje, nuk është se do kthehesh prapë mbrapshme se ke harruar gjë tjetër. Kështu që fillonim edhe në halli duke ndarë, duke bashkëpunuar me njëri tjetrin. Që ka qenë ditë shumë bukura.
Shumë bukur. Po ty nga gjërat që ke parë nga jashtë në lidhje me fermën, në këto aktivitetet që ne kemi bërë, kush ka bërë përshtypje për shumë? Për bukur? Ose një që do të the, sa qef do të kisha dash dhe unë me e bë atë. Këto me kafshët më kanë pëlqyer shumë. Kanë pëlqyer shumë se kanë qenë shumë fane. U përkushtonit shumë, domethënë, të kafshët. Po ti e shef, ne e mborën ta familje. Fane. Edhe këto lojra që keni bërë, domethënë sfida që keni bërë jashtë, normal, ato ishin shumë bukura, po këto me kafshët kanë pëlqyer shumë. Thoja, ti isha dhe unë aty isha knaq. Ja, merdi dita, erdha. Erdhe, po sigur s'po shpenzon kohë shumë atje. Po se unë Po vetëm... mirë, ti hajde e bëjmë kështu, se unë jam të banjot, ti je te pjatat, kështu që në mëngjes zgjohemi, pim kafe në bar se këto do jenë nëpër stalla, nëpër gjëra. I kryjm të dyja detyrat që kemi brenda në shtëpi dhe pastaj shkojmë i kontrollojmë atje. Që ta kesh edhe ti kontaktin më të afër me kafshët, se besoj se javës tjetër do të plasin andej. Kështu që fillo ambientohu pak. Unë kisha prioritet që punonin pak vajzat. Fare ujë mirë ka fare. Droni erdhe. Është kush? Dron tjetër marë. Kush është marë? Qa është marë? Kush e pas e këtë background-in e zi më tre? Rregullon mikrofonin. Për ty është po ndodh. Jo, më zë unë e marë që të ty. Kush e marë? Jo, më zë i zene, pa i zene shumë gjithë, qa është? Që ka marë me background zi marë? Buja ka morë që i kam duket morë. Se ti s'po m'besoj. Apo jo? Kush është? Apo mirë? Apo mirë? A pas e tima, buja? Bujaka! Kingi! Chicken saram. Chicken saram. Apo jo? Gjithë Shqipëria është me ty! Kaq! Jehu! Shqipe! Chicken saram ta ty më duket apo jo? Ja, s'është Saranda, është gjithë Shqipëria, vllaçko. Gjithë Shqipëria. Foto. Gjithë Shqipëria me Kingin. është visi, mëre se na vrove! Bujaka, na vrove! There visit, there. Pre ta thirim visit. O viso! Mos është e gropak. O vis! O viso!
Qeka me jaj më plak, su s'ko dalë shumë. Hajde këzua, këtë është bujaka, la shau bovlo. Hajde Gjithë misi. Shqipnia është me ty, respekte. Kingi. Respekte, faleminderit shumë. Më dak. Këtë si bujaka. Halal. Buja. Breti. Kuiku me. Faleminderit. Ta këzosh koltukun. Ta gëzosh kurorën. Gjithë Shqipëria është me ty. Faleminderit, respekte. The King, vis pupa. Pa. E lexove? Pa. Meti, marrë Mameti. O vllazë sa tu ma po sërgini në stop është bujaka. O këtë shoj erdhëm, një kërëm po. Netmen, po? Po, të nejtmen po. Misha, po. Hajde, gëz. Uj, pasat dalëm këtu që se digam. Me aj. Sa Respekte, faleminderit. Faleminderit gjithë. Po ti na vrave, vlo, bujaka. Mjekrën e njejtë. Po ti dukesh kësi... Si bujaka të ndo. Ha? Faleminderit gjithëve, ju që keni qu dronin, respekte, jeni të papam, shumë faleminderit. Ju rujtë zoti, inshallah. A shu kam pas netë në bujake, ti më kas pasëm kopju mu. Pak nga gjithë. O, zot, qa na boni, i sorgini. Ka qenë e paparve. Ka s'ken ka shumë e bonë. Ishte 10 minuta, jo më qasemë. Gjithë Shqipëria me Kingi. Ma bëj, ma bëj se gjini, jaka, se këshyra jetë. I na prave vroja. Nosh, vram për mua dhe visin është. E një po morin bashkë,